Me këngë, me vërtet me një këngë, me cilën ju përshëndes dhe ju dëshiroj mirëseardhje, por gjithsesi do vazhdojmë edhe me poezitë e poetëve dhe poeteve tona që në krijojnë anë këngë botës. Kështu që pa humbur kohë do shkojmë me një këngë të bukur nga Luan Hajra dhe ju dëshiroj disponim të këndshëm. Dëgjuam edhe këtë këngë të bukur, jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në emisionin e rregullt të Javor Letrar Pesha e Fjalës. I përshëndes edhe dëgjuesit e parë të cilët i shoh që janë duke u shoqëruar me ne këtu në live stream dhe dëshiroj argëtim dhe çaste të bukura gjithashtu. Në vazhdim një përshëndetje për poetin dhe mikun Hasan Elshani nga Ljubljana. Ashtu përshëndesim edhe dëgjuesin e rregullt Ferhat Gjavahiri Kabashi nga Suedia. Kushërinë Bedrigashi i cili thotë mirë brama, Radio Vlera, kushëria Gem dhe ju të pranishëm respekt, faleminderit shumë. E miku dhe poeti Hasan Elshani thotë mirë brama, miku Agem Gashi dhe mbar dëgjuesit të Radio Vlera, ju uroj një mbrëmje të këndshme, miku juaj Cani Medulin. Përshëndetjen Medulinin e bukur atje edhe për ty Can i nderuar, të uroj qaste të bukura në vazhdim. Recep Shalash me ne thot Radio Vlera përshëndetje, kalani bukur në vazhdim. Faleminderit edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Pa humbur kohë, ne do shkojmë në vargjet e bukura, do t'ja lëm pra vendin fjalës së bukur artistike. Emisionin e sëmtëm e hapim me poezitë e poetës Fitore Aklaj. Jo vetëm sot. Fitore Aklaj, jo vetëm sot. As diellit nuk i besojme. Ati gjaku akull të ngrirë në ty. Apo syte e mi humbërn pa dashje në fjalë që djeg dhe ashtin tim. Nuk e mallkoj kur errësirën, nga frika eci në mendjen tjetër. As hënën se dua, kur dritë bën, veç shpirtit tim, i them loto me mua. Një gurje goditi gjoksin tim. Pse ti lot nuk me tradhtove, nuk deshta të vi vera këtë vit, as të fluturoj me mbiret e bardha. Ti shpirti but, falem të lutem, udhtimin më të largët që e bera, as biletën për kthimin në Memdhej, sot nuk e dua, dhe nëse vjen pranë vera. Lullet u vyshken nga mhalli im. As loti nuk e ujti nga ajo ditë. Me leni rehat, o zerat të trisht, se veshim nga sot është mbyll. Ndjem kalorse në rrugën pa krye, edhe kratë nuk e duan me fluturimin. Seher që më kujtohet ajo derë në faqen time, edhe mallit i them, mos luaj nga ty. Me varau fjala zemrës, jo, vetëm sot. Fitore Aklaj, dorë. Me lëmë flokun deri nagim, trupin tim mi dhuro dritë. Syti mbylli duke nëtuar, me det që as shumë e dua. Mos më dalt lutem dorë.
Me dërgone bjeshkët e mia, aty ule me këndoj këngën, kur t'i hap syt, e shë borë. Trupi me rënqeth nga dora e but, si një më ndafsh bi trupin tim. Ah, moj kohë, ndalu këtu, dorën time kur ma puth. Syt shëndriten nga ndjesia, a thua bot, je veqe imja? Nuk dua tjetër se dorën tënde, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Një përshëndetje edhe për lavdim që takon mikun lavdimi. Përshëndetje për Guri Zogaj, gjithashtu një përshëndetje për Liliana Sanën. Përshëndesim edhe aktorin dhe poetin Smajlo Shtaku, gjithashtu mikun tim të vjetër, duke uruar një mbrëmje të bukur, çaste të bukura me Radio Vlera. Përshëndetje dhe në Gjemije Gjemolin, gjithashtu një përshëndetje edhe për vllain besnik Gashi Drenica dhe gjithë juve që jeni me ne, një përshëndetje edhe për vendasin Hamit Nebi. Ne të shkojmë dhe me një këngë të radhës dhe presim telefonatat e poetëve dhe poetëve nëse dëshirojnë të deklamojnë vargjet e tyre, janë të mirëseardhur për dëgjuesët, ju kërkoj ndjesën të nuk do të kemi mundësi të pranojmë. Pra dhe një herë ju dëshiroj arktim dhe çaste të bukura në vazhdim.
E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur nga këngëtarja e madhe Anife Sejfullah Reshani dhe jemi rikthyer të dashur dëgjuesi, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt letërar Pesha e Fjalës. Përshëndesim edhe dëgjuesit të cilët janë inkuadruar në ndërkohë dhe i falenderojmë që janë me ne. Gjithashtu Guri Zogaj në përshëndesim. Një përshëndetje në vjen edhe nga miku Ismail Lushtaku, thotë mirëmbrëma RTV Vlera, përshëndetja Gimi, miku im vjetër dhe i devotshëm. Uroj të relaksohemi këtë mbrëmje me poezitë që janë ushqim shpirtëror dhe këngë jete. Të gjithë dëgjuesve ju uroj mbrëmje të këndshme. Faleminderit edhe ne të urojmë mbrëmje të këndshme miku im Ismail dhe qaste të bukura në vazhdim. Një përshëndetje edhe për këngëtarin Besnik Qeriqi, gjithashtu mikun e nderuar, një këngëtar me vlera. Përshëndesim edhe Recep Hotin në Zvicër e kështu me radhë. Pa humbur kohë do shkojmë tek poezitë, tek poetit apo poetja tjetër dhe tek vargu për çka është i dedikuar edhe ky emision i sonte. Në vazhdim, poetja Lavdije Karameta i Zalli. Nata emrin tim ka. Nuk është gjë për mua. Asgjë dhe unë jam për natën. Nuk di nga humban këtë natë. Ku u arratis shpirti im. Di që në tokë nuk isha. Por diku mbiret zeza, as ajri nuk me mbante dot. Edhe vetë Zoti me kishte braktisur, dhe vuajtja donte qonë të voja. Në këtë natë të ftoft janari, shalojret të zeza, në një shteg pasy, andej nga ka shkuar shpirti im. Rrugës nga uton Zoti të njerëzit. Të regom o Zot, ku jam? Pse këmbët me lidhe? Syt pse mi verbove? Kush më dhuroj këtë vuajtje? Për çfarë po më dënojnë kaq rënd në këtë natë? Por as nata nuk është gjë për mua. As unë nuk jam gjë për natën. Por nata emrin tim ka. Loj fati. Në këtë nadje, një pjesë të zemrës e lash afër teje. E tash, me gjysë frimen teme, luan fati. Gjysa tjetër si hej prej akulli. Aratiset mbirej. Këtë nadje. Një pjesë të shpirtit të me lash amanet.
në pragun e derës, atu kulash rritjen dhe buzëqeshjen time. Fati luan me mua. Luan me lotin tënd, me shpirtin tënd, gjua që ma folën të parët. Ma e ambla gjua. Gjithë ne jemi me vargjet e poetës Lëvdia Karameta i Zall. Frika, fjala që më mësoj nëna jeme. Vërtet nëna jeme, si janë ndryshova pak. Të gjithë kemi frikë, si kemi nanët tonë. Në lëkurën tonë gjakun ngrin dhe shkrin. U frigohem dhembjes, humbjes, kemi frikë sjellim krejt mrapa, frikë se do të na qërrohen edhe sytë e ballit. Të ndryshme kanë dhembjet. Jemi rëzu e prap në kam jemi qu. Jemi vra aq shumë sa që dhimbjet tona kanë me piku gjak për tanë jetën, e ky gjak ka më ngri mbi ato plak. Nuk kam frikë nga frika. Kam frikë nga dhëmbja frikës. Me afro ca fjalë të bardhë. Falni, po ka bëj që dy herë ju kërkoj ndjes. Me afro ca fletë të bardhë. Shumë largë u tretën fletët të bardhë. Deshat vrapoj e ti mbledh ca. Por këmbët nuk me ecin. Qenë këtë lidhura për këtë kravat të shpifur. Me det. Nuk po i ze as me dorë, e as me ëndra, o Zot. Dëshem të shkruaj vetëm ca vargje, për hënën dhe yjet që me jenë larguar, e që nuk po i ze as syri, as pena, për dritën dhe diellin që nuk po i shoh sot, që ka bërë erët si një shtjell e zez korp, që ka bërë skëter si nata. Në vegim me shfaqen, fmit që po më thrasin, e këmbët asësi të ecin, e duar drejtyre me rrinë shtrirë. Të ngro pak shpirtin që më është mërdhirë. Dua t'i marrë në gji, se vetëm me styre me ngro dielli. Dua që hëna dhe yjet të mos me braktisin, si dhe çdoherë të më bëjnë shoqëri, se vetëm pranë tyre nuk ka lidhje këmbësh, se vetëm mes tyre bëhem me krah, dhe fluturoj në këtë qiell që po prek me dorë, dhe në këtë tokë që mezi po prek me gishtrin. Jemi drejt për drejt të dashur dëgjuese në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Një përshëndetje edhe për poetin mikun marrëm vërtet Mehmet Rema, i cili është me ne dhe cilit i dëshiroj qastet bukur edhe në vazhdim. Na shkruan Mehmet Rema, thot urime për dhe sukseset më të tjeshme Radio Vlera me moderatorit të nderuar Agim Gashi. Respekt për ju është përndane e kulturën shqiptare ku do në botë. Faleminderit shumë, miku i miqmuar, Mehmet Rema. Përshëndes ngrënësisht dhe me siguri sonte kemi dhe vargjet tuaja në vazhdim, pas pak do të ndjekim, duke të uruar qastet bukura edhe ty në vazhdim bashkarisht me dëgjuesit e shumt të Radio Vlera. Do shkojmë me një shkputje të vogël muzikore për të rikthyer shumë shpejt në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Jemi pra në Radio Vlera. Besoj që kënga do të na dëgjoj.
Kështu që i përshëndes të gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur edhe në Shkabaj në platformën e Radio Shqiptare, mandej edhe në faqen zyrtare www.radiovlera.com. Shamia për beqar, aman minush, si ti kërkush. Mojnë qenjera, unë prej teje dorë, nuk hek, aman minush, sheker lokum sa du. Si më do gjenba, ane top, abu për to, o gërshita, se qmi more men, e shkreta, aman minush, sheker lokum sa du. I portës, dysh më lujtën ment, e kokës, aman minush, si ti kërkush. Jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin letërar Pesha e Fjales dhe më nesh tashma edhe një krijuese është më ne Vjolca Lajqi, të përshëndetje të nderuar e të respektuar dëgjuese, përshëndetje zot reagim, ju dëshirojmë mbrëmje të bukur të gjithëve pa dallim. Faleminderit shumë Vjolca, ne të përshëndesim dhe të urojmë qaste të bukura edhe ty në vazhdim. Të dashur dëgjues, pra jemi drejt për drejt në emisionin letërar Pesha e Fjales dhe do shkojmë me poezitë e radhës. Në vazhdim do ndjekim dy poezi nga poeti Mehmet Rema. Homazh për mikun Ndue Dod Biba. Sot petalet e qershive ulën kokën.
Në deg të lisit zogu hesht këtë në ditë. Qo burri dheut, e mos rrishtrir, mos o apri rënjet lullemollav që i deshe ka shumë. Qo miku im, se pranvera që nga eftovt pa ty. Mjegull pas karan këlleth, në thell, i kërkej fëmijës. E dita, po vjen me pëshërtima. Hesht këthella, hesht e gjithë mirë dita. Qo burri dheu të priti miqtë shumë pas kanë ardhur. Dhe thuju se pranvera është gjithë mirë dita. Ani, nuk mundesh më ngrit, po shumë miku im, se jeta e moti të kanë rënduar. Një jetë që vendin tënd ja kushtove, se pranver deshet jetë gjithmonë mirë dita. Ani, pushoj qetë, pusho, ndue, do, biba. Sot jeton vepra jote se për atë tokë punove. Mirdita sot pas ka ardhur ashtu siç i ka hije, se ti deshe atë vend dhe ajtë deshi ty, dhe për atë tokë çfarë patë dhe. Kur syrin nuk ja shkele nga netrat ti, kanë ardhur edhe ata që nuk munden të vinë, një lule molle të ta sjellin sot. Fli qetë burr, mirë dite, që jetove në krenari. Sot nuk dua të shoh as një pikë loti. Burrat mirditës loti nuk u ka hije. Të isha rapsod, një këngë do të thurja, dhe do të këndoja ma e kraut, a me qifteli. Se vetëm kënga ka hije burrën si ti. Një këngë të shoqëroj në përjetësi. Në përjetësi. Gjithni me vargjet e poetet Mehmet Rema, Djep i gurt me qësie. Me mbytë në detin e dashurisë tënde. Unë të kthehem në jone aty. Të mbroj nga vjedhësit e trëndafilave, se në trëndafila lind një dashuri. Ti kruja ime, strej dashurie dhe qëndres, djep i gurt, misie, djep, bes. Me ndryqon me dritën tënde të pashuar, mbi errësirë të hedhim rreze paqeje. Dua të flenë në qepallat tuaja, dhe botës të tregoj rrugën e gjatë që bëri kruja. Le të vinë nga gjithë bota pelegrin, këtu në shkëmb të njohin madhështinë. Me lërë të mbytem në detin e emocioneve, që fiton çdo kush por të ketë në derë. Këtu mundimet shpërndajnë mjegullën, dhe historia flet si burr i moshës. Flet si flet Gjergji në kuvend, këtu emocionet marrin fluturim. Me lërë të jem syri yt shqiponje, të ruaj kufinjet e arbëris anë e mban, të largoj syrin zliqar të korbave dhe sorrav, që kërkojnë në arbëri të ngrejnë vezë. Për të lindur ca zogj të shëmtuar, për të folur gjuhën të ngathruar. Jehona jote dua të jem, jehona jote dua të bëhem kruj, nga maja lartë të therras, sa të dëgjojnë veshet e shurdhër të kënetave, që janë përgjumur në lumin e mashtrimit. Kënaqur me këngën e qjerë të bretkocave, kanë harruar fjalët e kryetërimit. Me lërë të vdes, me ujë në krojeve tua, rrugën tënde të historisë, të mbjell në çdo prag karafilet kuq, fjalën me besa bes të qëndis, ti pikturoj në telane e paqes ullirin, që Gjergji me dorë pat mbjell. Me lërë të kthehem në dallk të rrëmbyer, që rrjedhin furishem majev të arbëris.
me dërmoj çdo pjesë, çdo përpjekje iliqare të ëndrrymtarëve të vjetër, zemër zinj, në kërkim të një vendi që në gjelbrimin tënd të shtrojnë vezet që kundërmojnë. Përshëndesim edhe dëgjuesit të cilët janë inkuadruar në ndërkohë, me ne është dhe Sana Beqiri. Mandej një përshëndetje na vjen nga Valiboni Halili, thot mirëmbrëma, përshëndetje për Agem Gashin dhe dëgjuesit një mbrëmje të bukur së bashku. Faleminderit shumë. Përshëndesim edhe dëgjuesën në rregull të Gjevahire Kryeziun. Kështu pra, ishim me vargjet e poetit Mehmet Rrema, e përgëzojmë dhe urojmë frymëzime të reja. Ne do të shkojmë edhe me një këngë nga e papërsëritshmja Hanife Seyfullah Reçani në vazhdim. Këndojnë Bilbilet. E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur dhe u rikthyem të dashur dëgjuesi, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt, pra letrar pesha e fjalës. Përshëndesim edhe dëgjuesit të cilët janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë duke u shoqëruar me Radio Vlera. Lumnia Sahiti është përshëndetur nga ana jon. Thot përshëndetje për gjithë, përshëndetje për Mirsad Gashin gjithashtu. Një përshëndetje shkon edhe për poeten Bianca Dushaj, e po ashtu duke uruar qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Medali Islami është me ne, thot përshëndetje të gjithëve, faleminderit, përshëndetje edhe ty. Do vazhdojmë me poezit e radhës. Dhe shkojmë me një poezi nga vetëm pak.
nga Lavdia Karameta e Zalli. Në vazhdim, dhëmbja dhe krenari. Fest e cunguar gjak e lot. Gjak i bive dhe bijave, lot nënash dhe motrash, plagë të pashëruara që marrin jetë. Amanete dëshmorësh që po shkelen pamshirë. Dhimbja dhe krenari veç flon në gji, krenar për bijet dhe bijat, që dhan jetën për lirin e tokës son. Tokës mëm. Dhimbje për amanetin e tyre, që nuk po kryet kur. Dhimbje dhe krenari me të dyja, po ecim tokë. Krenar për veteranët që luftuan për liri. Dhimbje për ata që po vuajnë në varfëri. Dhimbje kjo liri. Nga plagët armikut mund të gjejmë shpëtim, por nga plagët e vllajt nuk gjejmë dot shërim. Dhimbje kjo liri e shkelur. Amanet dëshmorësh i në përkëmbur, amanet pas amaneti, brez pas brezi, mbetën si një malkim mbi plagët të dergjër të vendit tim. Populli im shqiptar e gëzosh pavarësinë e Kosovës. Shkruan pra me rastin e pavarësisë e Kosovës poetja. Shkojmë vazhdim me poetin Lumni Nimani. Do shkojmë, por para se të shkojmë me dy poezi dhëmbjes për djalin, për humbjen e djalit të tij në kohën në moshën më të re, poezi me vargje dhëmbje vërtet. Do shkojmë me një poezi që ja ka kushtuar këngëtarit të madh, pra këngëtarit të vlerave, me rastin e ditëlindjes Shaqir Carvadikut, dhe ka titulluar Bilbil këngën mos e ndal. Por si embli rrush e fiku dhe aromen e detit në Shqipëri, kur jam mërë këngën Carvadiku, takna shpirtin këngë ti. Kur ja thot asajt mirës cemit, baregut lumit ka kalon, edhe bilbili bjen prej gemit, zërin shaqës kur ja dëgjon. Atë zët bukur kur dëgjova, po kërkoja mal me mal, i thotë mira nga Gjakova, bilbil këngën mos e ndal. Qeshtë ky zë, bukur kur dëgjova, po kërkoja mal me mal, po përsërita, qeshtë ky zë prej e Qiqavice, kthjellët si vala drinit bardh, një zë bilbili prej Drenice, ikon në këngës të kombit mbar. Nga vendindja miq kush vini, kam për juve një porosi, një grush dhejnë mërgimt ma bini, lotë dashuri, a dheu kënga ti. S'kam kujtu se më gjenë për në vera, ja thot bukur me malëngjim, tu i punu në dhejna tjera, me malë Kosovën në mërgim. Qoju djelmni, moj djelmni fisnike, së po mbushën plot shumë vjet. Dum liri, jo zedhje armike, në kushtrim këngën shasha thërët. Heron të kombit larti ngriti, me ata dy telat e qiftelis, baca demin Zahir Pajaziti, me trima tjerë të Shqipërisë. Gjithmonë mal e dojgjën dy, për Kosovë dhe për Shqipëri, arti ti është margaritar, vlerë që muar është thësar. Kënga ti do të dëgjohet, me shumë dashuri në përbreza, kulturë e kombit me të lartësohet, nga Tivari deri të Preveza. Pra ishin këto dy. Ishte kjo poezi vërtet me rastin e ditëlindjes që kishte para 2 dite këngëtari madh Shaqir Carvadiku, që le të në emër tim me stafit i urojmë, duke i uruar shëndet, lumturi dhe duke uruar që të na adhurojë gjithë si gjithëherë këngë të bukura
shqive. Vazhdojmë me poezitë e Lumni Nimanit. Kjo poezi, pas ka ikë me siguri titulli, është dedikuar djalit të Islam, i cili ko më parë ka ikur nga jeta. Filiz që tha pa qelur mirë. Filiz që u tha pa qelur mirë. Lulja e parë me qelin zemrën time. Me bukur anat të bukurin behar, flatëroja harlisësha i mbushur gëzime. Kur qesh bërë babë për herë të parë, që ngëzuar madje dhe zogjet e malit, në prill kur ngjallet e tër natyra, a ka me gëzim se sa lindja e djalit. Me qesht të shpirti, me shkëlqen të ftyra, ishte si drita e diellit i mirë i djal, sytë e tij të bukur me të kaltër si deti, veç Zoti i madh që diti me fal. Flok bjondin i bardh, shok si gjendej në gjeti, e deshta shumë me tërqenjen time, si quni ri që isha pa djallëzi fare, me duke se që bërë bota ime. Por prëndia deshti me shumë, ziliqare, pa i mbushur ende plot 5 muaj, një engjël pa pritmas Bernardin ma mori, duke me lënë për jetë të qaje të vuaj. Zemrën nga krahërori se që manzori, kjo botë për dikënd e pamshishme që nka. Ti merë lullet e zemrës, mortja malkuar, me dhëmbje, nga dhëmbja sa bjeshka s'kur s'po vdiska. Në parajs u takofsha në botën e mshuar. Shkojmë edhe me një poezi, pra në vazhdim. Nga poeti Lumni Nimani. Elegjive tonit të dashnit djalit tem. Pse është vrarë moti e ka ngrysur dielli? E meret zeza pse është mush a thue? Masi përpara pse s'po nxen as dielli? Ç'është ai shi që bjen e s'di më pushue? Oh, nuk ka shi ata që bien pa pushue. Nuk është vra as moti, nuk është vrar as moti, as qielli së ngrys. Janë lot për një jetë djalit të ri që jetë ka ndrue e për nanë e babë për ta bota u përmbys. Pën vere lulleve e ftoft ke fillue, me acar zemrën në dysh ma ke qa. Së dhim të madhem ka përthekue nga mali për ty, vetëm shpirti më shta. O Zot i madh, kem shirë për mua, letësoma pak dhëmbjen, bama i dërman. Ma more dritën e syve, qysh pate më rnue, syt më janë qëru o birë pa synin tanë. Kjo fest, sot me pa busqeshen tane, s'ka gëzim as harej, as ka fare kuptimi, s'ka fare kuptim, sa është la me lot prej babe prej nane, për ëngjëllën e dashtën që shkoj në hamshim. E dëgjuam edhe këto vargje vërtet shumë prekse, por jemi rikthyer, jemi drejt për drejt, një përshëndetje edhe për Nifen, gjithashtu përshëndesim edhe Gjane Leshin dhe urojmë qaste të bukura edhe në vazhdim.
Nifa thot përshëndetje prej Hamburgut, përshëndetje gjithashtu, Farusha Begollin e përshëndesim, e cila është duke pushuar në dhej. Ju urojmë pushim të këndshëm dhe qafës të bukura gjithashtu me Radio Vlera dhe në vazhdim. Farusha thot përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje Zotri Agem dhe gjithë dëgjuesit të juaj. Faleminderit gjithashtu përshëndetje. Ne do shkojmë edhe me shkputje të vogël muzikore për të vazhduar me vargjet e poetëve dhe poeteve të tjera. Andaj qëndroni me ne, sepse vërtet kemi poezi të bukura që do t'i dëgjojmë vazhdim. Do shkojmë me një këngë, me një këngë të bashkëpunëtorës së radios tonë, një këngëtari vërtet me vlera të mëdha, Lulka Merkulaj, e përgëzojmë që e ka realizuar një këngë vërtet shumë të njohur, por shumë me vlera dhe me një zë të bukur çfarë e ka Lulka. Suksese gjithmonë, e përgëzojmë për pranë këtë kohë kur vërtet çdo gjë është materializuar, është komercializuar. Kjo i ka ngelur besnik këngës së Mirëfillt Shqipe të lumtë Lulka. Faleminderit shumë për këtë këngë bukur që na ke dhuruar dhe ta shëtutje do t'jetë në fonotekën e Radio Vlerës.
Vërtet e përgëzojmë Lulkën për këtë interpretim të brillant, të shkëlqyeshëm të kësaj këngë dhe i urojmë gjithmonë suksese. Të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera, ora në studio 22:08 minuta. Do të shkojmë në vazhdim me vargjet e poetëve, në radhë jemi me do të shoqërohemi në vazhdim me disa poezi nga vetëm pak Alberti Tollari, pra do shkojmë vazhdim me një poezi të bukur nga i nderuari poeti Alberti Tollari. Pra është një poezi të titulluar mbi arsyetime duhet të besosh, poezi Alberti Tollarit, interpreton Matilda Abdyli në vërtet. Ta dëgjojmë këtë poezi të bukur. Si nuk u lodhe o i përvuajtur durimtar, me doktrinën për nështrimin, prej aktualeve të së shkuarës bitokuar si pruri e re, e s'mund t'i dallosh. Është koha të ndërgjegjësohesh se vetëm mbi arsyetimin e jo në sinqeritetin e kontraditës, ende duhet të besosh. Nga bashkohorët realist pas supersticion, që maniten prej së vërtetës dhe s'ndalen o i veçuar prej përçmimit e o i ndrojtur prej shkënjimit, ndërsa ti ende beson në lojën e tyre, mori humbur i vetë vetës, o i vonuari me hezitizëm së gjetur i udhën e shpëtimit. Ah, mor pendestar, që mbete në përgjim me bindje, se me heshtjen zgjidhet gjithë qka, e me pritjen vjen çdo gjë. Jo mori ushqyer prej ankthit, jo, o i deur me dhimbje, prej fanatikve zemrake hakmarrës, as mos prit asgjë. Përse o i pa kërkuar në mendime, i më dyshur, o i përkundur, vazhdon të bësh paqe me atë të keqe të vetvetes. Dëgjoje veç një herë brit më therse të brendisë mundur, për arratisjen e vet arsyes, për syrgjynosjen e së vërtetës. E jo ti dedikohesh pasionit të përçmuesve agonik, atyre që arsyeshmëria u duket si çmendurie, si dyshim, as gjesuesve të logjikës, të përzgjedhur si zotrin fisnik, e që janë fundi një fillimi e një drejtimi pa qëllim. Si mund të rish gojë mbyllur e prej lëmoshës i vetë kënaqur, të rënderime e lavdi për ata që të kositën jetën, altruistëve që të lodhen me proverbin e tyre të plakur, e mos përfilljes së pagatorëve të shtuar që shpërblejnë vetë vete. Ti besosh rafinakve dhe elekuencës i ideve të mëdha, se vetë rrotullimi një rote për bërë një fillim të ri, dhe esencën e thelbit të gjërave që trumpetojnë ata, si dhe për rikrijimi që flet e zhurmon virtyti i tyre o bursi. Bujarve me sy ëngjëlli, por me atë shpirtin lunatik, arratjakve të pabes që të shigjetojnë me dredhi në pusi, atyre që pak nga pak kohën e jetës çdo ditë të kosit, gjeneruesve realist të së pabesueshmes në priori. Si u beson aforizmave anormal të diturakve me ndjendritur, entuziastëve të yshtur nga zilia të vetëshfaqur farisjenj, ti, o i vërtitur, prej rënimtarve, hedhur, flakëritur, prej blasfemimit të synimtarve të etur të mëdhenj. Mirë do ishte të disht që të kërkosh, o para rendës si kur njëherë, prej dhemjeve të zgërlashura që duan të ulesh në gjumë, o shërbëtori gatshëm për shërbesën, ti o i palodhur i për herë, për llojin e superdhojnë që për drejt janë shtuar aq shumë. Veç atëherë do ta kuptosh se ke bërë atë që duhet, se rizgjimi dhe depërtimi të çliron shpirtin prej meditimit. Tu tregoshin fuzionistëve se me zjarin nuk mund të luhet, e gjithë atyre që dëshirojnë të mëkojnë drejt vetë gjymtimit.
Ne dëgjuam edhe këtë poezi të bukur nga Alberti Tollari. Dhe dëshkojmë me poezinë e radhës, po ashtu nga Alberti Tollari. Poezia titullohet Në kryqet e jetës. Mbetet o të pandjeshëm në mjerimin e atëhershëm, e negocioni në vakumin e heshtjes pareshtja, në amurtirën jargadhane të rënimit të përhershëm, koklavitur në të sotme, e grimuar si e djeshme. Mbetet o të i humbur në prelin e përhumbur, e të shkretuar dërgjeni, lëshojeni në shpërqëndrim, me zbelave pandjenja në ligështim të mundur, drynosur prej rrethimit në sërgjyn pa shpëtim. Mbetet o të përvuajtur prej vuajtjes pa mbarim, e vërdalloseni pa rrugë, pa drejtim për të shkuar, pa busur, pa verdikt, në bekimin pa bekim, pa gjallim, sa nuk gjeni as pendim për t'u penduar. Mbetet o të përgjunjur, pa shamat prej qederit, nga belat për kundur si ajo foshnja në djetë, të ushqyer prej vorbullës me çorbën e vrerit, e të bërsak nga lakmia, gjithë sevda e lezet. Mbetet o të pakau, o të gjallë pa gjallëri, prej mëshirës shqyer e prej gjëmës ndrysur, në qesim prej shëmtirës, në sërgjyn me dredhi, nga vegimi ligështie prej zymtis ngrysur. Mbetet o të i hedhur, si e i kërthi vërtitur, në drejtim pa drejtim, por si qenë zgje barak, të përçmuar prej përçmimit, në ulërim rëshqitur, sulmuar prej lakejve, me instinkt shtazarak. Mbetet o të tërhequrit zvar brenda skutave pafundësisht, në skëter për të gjetur veten duke kërkuar. Ju, o të ndershmit që besoni të pandershmit verbërisht, prej mërzis shpërblyer në ditë të konvertuar. Mbetet udhkryqeve të jetës, me sullësh që susosën ngarkuar një thes hallesh të rëndë mbi shpinë, prej dallavera gjive që e menderosën gjithë kësaj lukunie plot me batakçi. Mbetet o të harruarit në harrim, në melankolinë e trishtimit, në tymnajën mjergulluese pa britma në rrugtir, me sterit nga lugatët, të tërbuar prej tërbimit, tronditur prej ankthit e vorbullës përpir. Mbetet prej cinikëve e psiqikëve jo mendor, tiranikëve ndërrimtar drejt monarkisë së shfrytëzimit, patriarkalëve që ju kthyen vërtet në gladiator, e kënaqen tek ju shojnë në arenat e dy luftimit. Do shkojmë edhe me një poezi tjetër të Alberti Tollarit, pas pak dhe mandej do të rikthehemi. Më vjen prej trojeve arbrore, një flad me këngën e bilbilit, tek shoca bulza mëngjesore, mbi petal të trëndafilit. Ndjej arom nga gjelbërimi, i barit dhe i tërfilit, sa në bërtham të qënjesime, shpërthen ndjenja për mallimit, dhe mrekullohem prej dëshirës, sa ky shpirt lëvrin gjithë gaz, lagështia e butë vesore se që më qonë në tjetër fazë, gjaku zëbuqet në dërvena, damarët kërkon t'i plas, rënkoj nga klithmat e mia, unë, i mbyturi në maraz. Hej, ti o zoki bukuris, që zëkëndon viset e mia, atje në atë kopësh të paradis bekuar nga Perëndia, eja, të më qetësosh këtë shpirt, që aq shumë mu përvëlua, nga ky zjarmalli këtu në mërgim, që më rindezur, e sushua. Sa fort më kam bërthyer, më shtrëngon pa pik mëshire, thjeshtrat mi ka gryer, gjera ty më ka arir, tër fuqit më kanë shtëruar, të gjithë trupin më kanë pirë,
As nuk mundem do të ngrihem, të tërin më ka përfshirë. Bëj të ulem, më çon dhimbja, shko më thot, mos ri, por ik. As të shtrihem dhe as të fle, Jashtë, nuk më lë, jo as një qik. pandër përrejrë të shi. Më mbeten nga vendlindja, zdi mirë i qfar kam prit, as mëndjen s'munda ta bindja, shkon e vjen duke shëtit. Veç atëherë kur ekzistenca, pa të pyetur të degdis, të rëmbene të flaktutje, sa më larg të gremis, jeta të shkon rrukullim, të shtym tutje, të villis, të merë si letër në duar, e në copa është zë të gris. Preje, zgjej në ngushëllim, duke shtytur ditët zvar, dëgjo amanetin tim për gjithë çka që të thash më parë. Nëse diçka do të më ndodh, një ditë larg atë dheut mua, dua të jemi qetë më pas. Bëm premtim me fjalët e tua. Të mi thua miqve, mos më lini që të prehem në mërgim. Dua trupin të ma digjni, më pas mblidhe një hirin tim. Ku kam rënjët të më hidhni, ku kam trungun nga të parë, ku kam nën e ku kam babë, ku kam fis e ku kam farë. Veç, atëherë s'do t'jemi djeshëm. Dikush që ka përënduar, as një brend i atëhershëm, amanet i kohës shkuar, as maraz, as mall s'do t'kem, dhimbjet do më jenë shteruar, lëvduar, o Zot do të them, shpirtin po ta lë në duar. Ne dëgjuam këto poezi të bukura të poetit Alberti Tollari, jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Po shpresoj që edhe ju jeni duke kaluar bukur, do shkojmë me pak muzikë për të vazhduar edhe pjesën tjetër me poezit dhe poetëve dhe poeteve të radhës. Nga të bukura nga Luan Hajra, jemi rikthyer të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Përshëndesim edhe dëgjuesit të tjerë të cilët janë inkuadruar dhe janë me ne në Kanada, mikun dhe Agim Zeqiri, të përshëndetje Agim Goshi. Ty si dhe gjithë dëgjuesit respekt, kaleni bukur mbrëmjen, faleminderit gjithashtu përshëndetje. E shkruan edhe miku poeti Hasan Elshani, përshëndetje speciale për miken poetën dhe moderatorën Liria Bimi. Faleminderit shumë, miku Hasan, Bërbuqe Fetohitet, përshëndetje me një natë mirë me Radio Vlera, kaloni bukur, faleminderit gjithashtu edhe juve ju përshëndes. Dita satët, mirë mbrëma për gjithë, mirë mbrëma edhe për juve dita. Ne do shkojmë në vazhdim me disa vargje dhe disa poezite radhës nga poeti Astrid Bulla. Astrid Bulla, Rëmuj urbane. Në Durrës ndërtohet pamshirë, palma egzotike është lëndë e parë. Në mes rreth rrotullimit e shë të mbirë, shelgu s'është më, pisha është vrarë. Durrësaku nuk njeh me vetën e vetë, qyteti Durrësakun nuk po e njeh më, po lëngon në heshtje i mjeri qytet, kali i bezdisur ecën më zbanza. Ju që mbillni palma nuk më ndalni dot. Nuk më ndalni dot se unë jam Durrësak. Mbillni dhe banane si palma sot, Durrësin nuk më hiqni nga zemra dhe gjak. Lërni palmën në habitatin e vet. Lërni në tokën e saj afrikane. Mos luani me Durrësin të lashtin qytet, mjaft me shkatrime. Mjaft me rëmuj urbane. Grosha dhe komshia. U kthy në shtëpi nga turni tret. Ema porositi të heq groshën nga zjarri.
Ishte shumë I lodhur se kuptoj as vet, mbi divan nuk put si dal nga varri. Flinte gjumë djali asgjë nuk dëgjonte. Grosha ishte djegur, porcelluar fare. Pas disa minutash, pallati ku ndërmonte groshet e djegur hapur dyrë dhe dritare. Ndjevu erën I gjithë pallati, e ndjevu dhe komshia, I raziljes, por derën nuk e hapi asnjë. Flinte gjumë djali ishte lodhur mavria, komshia kishte qels, hapi derën pa bërze. Tundi, shkundi, djalin, a I flinte gjumë, nuk u përmend fare nga ëndra vjetër. Natën e kaluar ishte lodhur shumë, pa çpa komshia gatoi një grosh tjetër. Gjithnjë me poezitë e poetit Astrid Bulla, Misra të pjekur. Breg Volge, në musk shëtisja shkujdesur. Vladin dhe Jodin përthithja si I marë. Shur një vajzë të mitur, shet misra të pjekur, doja të shijoja afrohem nga dal. Të lutem me jep 2. Isha vetë dytë. Prit pak, gjagji, tha, akoma se ngati. E pyta për shkollën I shkelqyen syt, ishte nxënëse mirë në klasën e 7. Mbi prush, piqte misra vajza dhe këndonte. Nga buzët e prushura nxirrte melodi. Melodia saj vojtjen ja lehtësonte kujdesej për misra si të ishin stoli. Ah, vajzë, e gjorë familjen ndimonte. I ati me të ishiste robat vjetra I qmendur. Vajza donë të shkollën dëshirë kishte të studionte. Ata misrat pjekur, kur si kam harruar. Dëgjuam edhe këto poezi nga Astrid Bulla dhe shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Uroj të kalojmë bukur edhe këto qaste sa na kanë ngelur bashkërisht. Shkojmë edhe me një këngë bukur nga Lazmie Hoxha, Bubullim ke shkëmbëj kavajës. Ta dëgjojmë këtë këngë. Hajde,
E dëgjuam këtë këngë të bukur dhe jemi rikthyer të dashur dëgjues. Një përshëndetje shkon edhe për dëgjuesën nga Zvicra, Deta Ahmeti, e cila thot përshëndetje, e nderuara Gemgashi, përshëndes stafin dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlera. Faleminderit shumë, ne të përshëndesim dhe të urojmë qaste të bukura në vazhdim. Ne do të shkojmë të dashur dëgjuesë dhe do pra në vazhdim do e ndjekim edhe paraqitjen e moderatores së Radio Vlerës, Vlera Gjoshit, një vajzë që premton shumë, moderatore në emisionin për fëmijë, që ka çdo të dielin nga ora 16 deri në orën 17, një e bukur, një udhëheqëse vërtet që premton shumë. Do të dëgjojmë paraqitjen e saj në Odeon, pra me datën 6 prill, edhe recitimin edhe për recitimin që ka bërë në atë emision. Të dëgjojmë vazhdim, pra Vlera Gjoshin. Ne kemi kaluar në një moment tepër të veçantë. Do të vinë në vazhdim një vajzuse bukuroshe për të na recituar. Zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë, Vlera Gjoshi! Sa dorë për kujtë ti kemi dhe? Faleminderit shumë. Mirë se erdhe Vlera. Mirë se u gjeta. Si e Vlera? Mirë jam, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Vlera. Ta kanë shpjegu, do më thonin në mbiemrit Vlera? Vlerë, tër vleri. Vlen shumë, ha? Qa do bëjmë bashkë sonte? Sot, unë kam e recitu një vjershën Kushjeti dhe një monolog që madhëni që është kushtuar familjes Adem Jashori, e cila me gjokun e tyre o jetën dheun për të na cilur në lirin. Si quhej vjersha, kush? Kushjeti. Na i ma bazë jam. Në të në klasën? Në klasën e 4. Në klasën e 4, në? Në shkollën fillore Luigi Gurakuqi në Sankovc. Bukur shumë. Faleminderit. Edhe në shkollë reciton? Po, recitoj. Dhe dëshira, që e vogël ke fillu me recitua, po? Po. Po me këndu? Me këndu këndoj, ama zonin më mire kam recitu. A zonin më mire keme recitu? Po. Po, bukur shumë. Kush ta kam bush mendjen më shumë me recitu, me ba monologje, me... Prindrit. Prindrit, babi, mami? Dët. Të dytë bashka? Po. Po, bukur shumë. Po, sa fëmijë jeni ju? E vetëm dhe unë dhe vlohë. Jo dhe vlau, bukur shumë. Kush është më i madh? Une. Vet! Pat majtë kërkush ti vet me e madhe, kështu. Po, bukur shumë. Po në shkollë të duar të rëkasin kur reciton? Po. Mësusja të kanë suportu? Të gjithë? Po. Po, atëherë, kush jeti? Vlera Gjoshi. Vlera Gjoshi? Po. Kush jeti? Vlera Gjoshi? E jam edhe moderatorë Vlera Gjoshi. është Radio Vlera me vlera kombëtare shqiptare, pra radio e ka emrin tem. Emrin tënd? Po. Je moderatore në Radio Vlera? Në emisionin për fëmijë, rubrikën Harabelat në mikrofon, edhe prej këto i përshëndes redaktorin e radios Agim Goshiq, i cili është një shkrimtar që shkruan vjersha, është libri Gjështë e kam shuqe, edhe i përshëndes gjithë dëgjuesit e Radio Vlerës, edhe i përshëndes gjithë fëmijët që kyçen në atë radio, nga moderatori e vogël Vlera Gjoshi. E cila në vazhdim të na bëni monolog? Shmallën i proper, familjen Adem Jashore. A për ti? Shmallëni me dhillmen, kushtrimet, besimet, tikballit, të fatimes, të valdetes, Shabonit, të Hamzës, të Ademit. Shmallëni me gjakun e asharve, shmallëni me shpirtin e tyre të shenjtë,
E pastaj, ndo që bekojni, ndo që vajtojni. Si të doni, por mos harroni se këtë dhe është u itur me gjakun e tyre. Këtë dhe që emrin e ka kustu. Shikoni unë jashtë të mirë. Nëse dikush ka vdek të knu, ata vdicën me këngë në goj, sepse kanë ditë se këtë dhe nuk blehet. Këtë dhe nuk shitet, këtë dhe vetëm bekohet. A morët vesh? Afrohni e merë njërë. Nuk është i Evrope, por është i ndjese. është ndjesa juaj, këtu është gjaku. është gjaku i prindve tuaj. Puseni këtë dhej, e bekohni se vetëm të bashkuar të mbrohet këtë dhej. Faleminderit. Faleminderit. Kjo është Vlera Gjoshi, Vlera, Radio Vlerës. Të përgëzojmë Vlera, vërtet je e shkelqyshme, je një talent i lindur dhe të urojmë veç suksese. Ne do shkojmë edhe me një këngë të bukur në vazhdim dhe pasaj këngë do kthehemi në pjesën e fundit, do të dëgjojmë edhe poezitë të tjera dhe dal nga dal do ta përmbyllim emisionin për sonte. Disa kja ishin ojnane, disa këno ishin. Disa kja ishin ojnane, disa këno ishin. Disa kja ishin ojnane, disa këno ishin. Ka një letër ojnane në vilat e qo ishin. Ka një letër ojnane në vilat e qo ishin. Për 7 vjetë o moj nana, presin grate. Për 7 vjetë o moj nana, presin grate. Për 7 vjetë e le të marrin ojnanë bura pleke. E le të marrin ojnanë bura pleke. Mos na vije moj nana.
dëgjuam edhe këtë këngë të bukur dhe u rikthyem të dashur dëgjuesi, jemi për ka fundi emisionit. Po shpresoj që edhe ju jeni duke kaluar bukur, ne do shkojmë dhe sjellim edhe disa poezi në vazhdim dhe shpresoj që do kalojmë bukur edhe këtu çaste sa na kanë ngelur deri në fund. Vetëm pakës më shkojmë me poezit e radhës dhe në vazhdim do jem me poetin Ragip Ramaj dhe poezit e tia. Ragip Ramaj, O pingat e Pirotit. Ase kohë biro. Vetëm pak, sepse kemi një telefonat, do të pranojmë telefonatën, mandoj vazhdoj me poezit. Me neshte këtu edhe kryusja, pra Vjolca Lajqi, cilës i dëshiroj mirë së ardhje, mirë mbroma Vjolca. Mirë mbroma, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Vjolca. A je mirë si jeti? Mirë, faleminderit, mirë. Si po kaloni, si e kaluat sot? Mirë, jem taku me do zonja të mdhaja. Po më vjen mirë. Sot jem taku me Makin, me Sanin edhe me Farushen. Kem kalu shumë mirë, edhe me Naserin. Po vjen mirë, përshëndesim gjithë ata që jetë takuti dhe po pa dyshim jam e sigurt që keni kalu bukur. Po pres një ka një se këtave që kanë kryer obligimin qytetar, çokolladat që kanë pru, tash pe pres këtë pjesën tjetër. Po mirë shumë, besoj që të ka... Po? Veç një e 10 e dëgjuzve janë këta kom shumë. Po, Veç që kom përgatit kondin. Çokolada të kanë ardhë, a? Po, me bereqet plot. Mirë shumë. Ju rrit mira, ju rrit që në rrugat. Po. Se më shtohen edhe mu çokolada. Normal. Kur të kanë ata, kene edhe ti edhe tonë. Po. Po, veç që tash ngren e ko me zhak, kur vjen gjime kësi rend, tani lara mani çokolada. Ta na shtetë. Po, a në ke sjellë në poezi për sonte? Unë për sonte i kom përzgjedh 2 poezi që janë një realitet e në jetën tonë. Një paka shumë vetës teme, edhe një për jetën përgjithësi. Ajde të dëgjoj me knasi. Nëse ka kohë. Po, kemi kohë, me knasi po dëgjoj veçur në. Për atë zot, e martuar shumë e re, s'kisha vetëm 17 vite. Dera huaj për atë zot, pse me plumba ti me prite. Isha vajz duke u rritur, edhe erdha nder të huj, koke ullur dhe ndrojtur, duke i ba respekt çdo kuj. Nuk shkoj gjatë filluan sfidat, nga personat që kënë se mdonin, që mbas shpines më fusnin thika e në fytyrë gjithë me lavdanin. Sa e re e pa djallëzuar, sa pashet që kam qenë, duke dasht e respektuar, njerëzit që më shajten a javlen, një vit e gjysmë vetë sa kaloj, erdhi dita mu bonon, ndjenja ma e bukur njetë që me shiju nuk me lanë. Po thojnë të moshmit fjalë me vend, se të rit nuk mbushen mend. Ja si janë mend të triut, si në pik vere riga e shiut. U dobësova rash në hall, nga thasha themet e djajve të zi, që s'mi thoshin ball për ball, por i sillnin në përshpi. Shihni si është vuajtur keq, thoshin duke përshpëritur, djallin e ka në bark,
e se len pesh për të ngjitur. I duroja, punët e mia i vazhdoja, edhe pse isha e dobësuar, trupi im kur s'ka pushuar. M'fali Zoti dytin fmi, po si i pari rrezet djeli. Pak ma në qef e si ndëgjoja, se aq sa unë u gëzova m'piken mrekulli nga qielli. Djale vaj si djele hon, m'patën jetë babë dhe non. Nëse mundje në gazet, as njëherë nuk i lash vet. Pas ca vite shtova pesh, po për gojliget së rashën sytë mirë, se qka veshja tu m'përqesh, thoshin, a e she veten pasyrë, sa kesh dopt, ju rash në sy, as një fustan s'mëra taman, po tash që jam e shëndoshur, prap thonë, ku ta gjen një fustan gjan. Po me lidhen fjalë që i kanë thonë për para, si kem kuptu e kam pas pesh. Hyp se t'vrava, e shdryp se t'vrava, njerëz janë djaj veç me të përqesh. Me rini i përballova, edhe fyrjet i durova. Po tash që jam me e pjekur, nuk kam kohë të këqit për t'i ndjekur. Si ke mirë, si ke keq, kur s'thojnë angjull vetëm dreq. Andaj Zotit i lutem, ditën e natën, si e kam shpirtin të ma sjell dhuraten. Aman Zot që je veç një, unë e kam veç një dëshirë, fjallë rendet t'i le ty, e dashamirëve ju sjell çdo të mirë. As njëherë njetë s'do t'i harroj, ato ftyra në kohët vështira, kush me shtu e me rrezoj, e kush më dha dorën e ndihmes për ditë më të mira. Kjo është e para, nështë ju lodha se pak e gjatë. Jo, s'ka problem, veç vazhda. S'ka problem. Faleminderit. Tash është e dyta, jetë. Sa e vështirë është të shkruash për jetën. Jena rob të ëndrave se shohim të vërtetën. Sa sytë mbushen lët gjatë ditës, sa fëmijët flajnë të rritur, sa ëndrat pa realizuara në kohën e çriditur. Sisha shumë e pjekur, në vitin 1999, isha afër 14 vjetë, por shumë qka kam në kohë, se di pse asnjëherë mendja nga i vit nuk mu hek. 1999, e tash viti 2016, çfarë kem pa, çfarë kem prit, e sot ku jemi, mbase Kosova u bë shtet. Jeta qenë ka krejt pedim, e mbushur flakë edhe tym, si duket zdim të ecim, veç me na marë para durve presim. Uj ku qenë gjithë në vesh i thot, të qoj dikun me kullot, është larga jo lëndin, për të mbajnë kurrizin tim. Qenë gjirije i pa mend, fjalëve tuj ku t'i besoj, për me kullot bartë e njom, keq i shkreti e pesoj. Edhe ne si shtet i ri, doj me hongër pa kufi, s'doj me dit ku doj me mbri, veç me hongër e mungi. Po si duket koha spret, për mungi ton nuk e qet, po kur gjumit e na del, do ta pesojmë si qenë gjimjer. Edhe kjo ishte e dyta, nështë sa do pak kom rri. Faleminderit shumë, faleminderit. Mi e dhuru pak në poezi, mi ju afru juve, poet vetjarë. Faleminderit shumë, Jollë që të suksese, faleminderit që u bëra pjesë e misionit, për sonte. Ju përshëndes nga zemra, respekt pa fund për gjithë, jeni njerëz më të mirë në botë. Gjithashtu edhe juve respekt, gjithë mirat, suksese edhe në të ardhmen. Zemrëmje të mirë. Gjithashtu edhe ty, gjithashtu ka lësa më bukur. Respekt. Faleminderit, ciao. Respekt, ciao. Nishte me ne pra Vjollca Lajqi, që në falenderoj për këto dy poezit bukura që ne dhuroj.
dhe i uroj mirëmjet bukur, qastet bukura në vazhdim. Të dashur dëgjuesi, jemi ka fundi e emisionit të sëntëm dhe unë kisha nisur poezitë e Ragip Ramajt dhe pra mikut Ragip në vazhdim do i ndjekim poezitë e tij. Ragip Ramaj, Opingat e Pirotit. Aso kohë biro. Me mbathën opinga, ne mbathnim opinga Piroti, që prodhoshin në konaqet e Pirros, e beshin nga likurar fatit ton. Disa herë e pagunim mallin ton, edhe bukën e pagunim 2 herë, një herë kur e hanim, e një herë kur e villnim. Ase kohë biro, gjithçka kemi duru. Vetëm koka këtyre bjeshkve mos të mbesin pa plisat e bardhë. As në dimër, as në verë. E një mërgjimtar. Kur kthehet nga puna në mbrëmje vonë, e dritat e qytetit ndezin vetmin, ai rreshk kujtimet në prushin e mallit, tan jetën fle në strelën e hënës. Duke pritur lindjen e diellit, në dhe i merr të gjitha shekujt dhe e bën një shkallë, me cilën ngjitet atje lart, mbi hingëllimin e kalit Skënderbeut, e shikon arbërin maton detit. Dhe poezia e fundit nga poeti Ragip Ramaj, Dita e parë e një azilanti. Në zyrën për të huajt ja dhan një asvajz. Dëshmi e vetme se ishte në mesin e gjallëve. Dhe do thriska për bukë e ujë nga ndihmat humanitare, sa për të mbajtur shpirtin gjallë. Kur ja dhan një qek për rroba trupi, vendosi me thy për 20%. Parat t'ja dërgoi familjes për drunte dimrit. Ja dhan edhe një dhomë në shtëpinë e azilantëve, që banorët e qytetit e ninin se shtëpijet e mjerëve. Përkthyesi i tha, kjo është dhoma jote, pastaj një dritare nga lumi dhe një krevat ushtari. Prej sot fillon jeta e jote prej mërgjimtari. Kur ul anash shtratit, filloi të lëkundet shtëpia e azilantëve. Dhe në fund do të shkojmë me poetën Rakela Zoga dhe poezitë e saj, Pamundësi. Sot ka lindur një ditë tjetër, bota është e zhveshur krejt. Unë s'mund të vij tek ty me lule, nuk mund të mbaj buqetën pa jetë. Është ditë maskash në përbuz, pa fjalë s'do mundja të afrohem, do më mungon të gjysmë trup, kash lakuriq s'do me pranoj. Prej largësis me qelet puthja, e lulëzon me lot në sy. Rreshket nga dal në zemrën time dhe unë në zgjoj, vetëm për ty. Magjia e prillit. Prilli e ka një shtrat ku unë i ndjej lotët. Një stol me bulza që quhet vetmi. Ullur sodis ëndrën e djeshme, kërkoj spirk mallin për ty. Përqafuam me heshtjen lëkundur ajrit, si më ngëvarur lëdhatim ky prill, me mbyt mungesën tënde lodhve, mbështjell me mban me ëndërim. Magjia e prillit veshur dhëmbje, me ndjesit stërkalësh shëfërin, me qoj larg tek një zemër vrar, me lapeng tek një vend pakthim. Magji e qmendur, e qiellit tim. Folezat trupit ngrirë. Ndodh mos vi shpesh tek ty,
se ky dimër rrugët me bori ka zënë. Me mira kilometra në ndan udha dhe i qiell që mbërënga tona i nxe. Jam strukur këtu në ditë të tjera, derisa bora me rrugë të shkrijë. Mundohem të largoj trishtimin, mallin që fëleza trupit shumë më ngrin. Ja dhe pak e dashur e ime. Unë do të vi si atëherë nga dalë. Ule vështrimin të dorza vjetër e ndije me heshtje që bëhet zjarë. Sytë kanë marrë rrugën e dhëmbjes. Vështrimi ka mbetur peng të këty. Të gjitha t'i fala edhe ndjen fajtore që borën e bardhë dot nuk e shkrej. Të dashur dëgjuese, jemi ka fundi emisionit. Dhe njëri falenderoj për vëmendjen, ju falenderoj për durimin, dhe të e përmbyllim me një këngë bukur nga Nazmije Hoxha, ku ke besën që ma ke dhënë. Të dëgjojmë këtë këngë në vazhdim. Dëgjues nderuar, këtu po ndahemi me ju, me shpresë që keni kaluar bukur, duke falendëruar për vëmendjen dhe duke uruar një mbrëmje të bukur e qetë, duke lërë takim nesër pranë emisionin për fëmijë nga ora 16 deri në 17 me Vlera Gjoshin. Deri atëherë, miru takoshim. Natën e mirë.